Jemi rikthyer kështu në pjesën e fundit të mesditës, ashtu siç e paralajmëruam krejt në fillim, do flasim për një temë e cila ka të bëjë me ndalimin që ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Të hënën ata njoftuan se kanë marrë një vendim për ndalimin e importit të gjedheve dhe lëkurave nga zona Lombardisë në pjesën veriore të Italisë, pas konfirmimit të shpërthimit të sëmundjes gungore të lëkurës, me qëras sot me datën 1 korrik. Po e njëjta agjenci ka lëshuar edhe një njoftim tjetër e që kësaj radhe është ndaluar importi i gjedheve nën produktit të tyre, pra bëhet fjalë për lëkurat nga zona në Francë, pas konfirmimit të sëmundjen LSD, ose nëse lexojmë shqip, LSD. Për diskutuar gjitha këto, në studio kemë të ftuar Lamir Thaqin. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, zoti Thaqin. Faleminderit për ftesën. Dy vendime në kohë shumë të shkurtër, çfarë po ndodh realisht, sa të rrezikshme janë këto, me qenë se edhe është ndalu, kemi ardhur deri tek ndalesa e importit nga këto dy vende. Në fakt, në mënyrë aktive ne përcjellim situatën e lajmërimeve të sëmundjeve që bëhen nga organizatat ndërkombëtare për paralajmërimin e sëmundjeve dhe rasteve të shpërthimit kudo që ndodhen ato, dhe në secilin rast në pajtim me ligjin e veterinarisë, udhëzimet administrative, në pajtim me rregullat ndërkombëtare dhe praktikat apo protokollet për parandalimin e sëmundjeve që lidhen me shëndetin veterinar, gjithmonë në hapa të shpejt, ashtu siç është përcaktuar me ligj, vendosim masa të përkohshme quhen kufizuese me qëllim parandalimit përhapjes së sëmundjes. Këto masa janë të vendosura si kriter ligjor, por njëkohësisht edhe vetë shteti në cilin shpërthen sëmundja, ajo paraprakisht vendos masën e pezullimit të lëshimit të qoftë certifikatave apo lejeve të qarkullimit të produktave apo kafshëve, varësisht nga natyra e sëmundjes që është, dhe këto janë vetëm masa shtesë. Përndryshe edhe vetë shteti ku shpërthen, po gjithmonë janë të përkohshme, janë me afate kohore të përcaktuara me ligj. Gjithmonë vendosen. Sa mundet me zgjatë? Kjo gjithmonë varet nga rrjedha e sëmundjes deri në ditën kur vetë shteti e lajmëron se ka kaluar afati kohor ligjor që shteti është i lirë nga sëmundja e caktuar, atëherë shtetet tjera e bojnë nga ajo ditë lirimin e qarkullimit, qoftë produkte apo edhe kafshë të cilat janë ndoshta rreziqet cilat i ekspozohemi në rast se do importonim gjëra të tilla me këto sëmundje të cilat po i quajmë. Në këtë rast, kafsha lloji gjedhi konsiderohet përhapës vektori sëmundjes dhe lëkurat e tyre, dhe gjithmonë secila sëmundje i ka ato vektorët e vet të përcaktuara me shkencë në radhë parë si gjetje për përhapje të mundshme, dhe pastaj gjitha këto janë të vendosura në ligj dhe ligji përcakton pastaj me udhëzimet administrative si akte nënligjore për secilin lloj sëmundjes janë të përcaktuara kriteret se cilat masa kufizuese duhet ndërmerren. Për shembull, ne si shtet aktualisht kemi masa kufizuese me Hungarinë, kemi ende në fuqi, e kemi me Shqipërinë dhe e kemi me Maqedoninë. Do thotë varësisht nga kategoritë e sëmundjeve që janë përhapura dhe të lajmëruara në këto shtete, ne ndaj secilit prej shteteve kemi vendosur masa kufizuese. Tazëm e kemi mortajen e ruminantëve në Shqipëri dhe kufizimi vlen për ruminantët e vegjël dele dhi, e kemi gjuhën e kaltër në Maqedoni dhe masa kufizuese vlen përsëri për ruminantët e kryesisht e prek delen, dhe varësisht nga lloji i sëmundjes, cilat lloj të kafshëve preken, cilat mund të jenë vektorët përhapës, atëherë gjithmonë masat kufizuese merren konform shkencës dhe ligjet, që pastaj janë të përkthyera në ligje dhe rregullore. Po, ndërkohë, a ka pasur hyrje të këtyre produkteve në Kosovë para vendimit? Dhe ashtë, po a janë duke u mbikëqyrur tani? Sigurisht gjithmonë tregtimet janë normale kur nuk ka lajmërime dhe kufizimi vlen prej ditës së lajmërimit. Do thotë deri me sot nuk ka pas asnjë njoftim dhe Franca ka pas qarkullim të kafshëve dhe nën produkteve të kafshëve me të gjitha vendet tjera, ka pas ndoshta edhe me Kosovën, por masa kufizuese vlen prej ditës së konfirmimit të sëmundjes. Po çfarë ndodh me ato produkte që kanë hyrë
tash para vendimit, po them pak para vendimit. Çfarë masash kontrolluese pastaj i nënshtrohen? Janë shumë kritere cilat merren për vlerësim dhe kjo bëhet në bazë të analizës dhe vlerësimit të rrezikut. Janë ekspertët e fushës veterinës që bojnë vlerësimin. Ta zonë identifikohet ngarkesa nëse ka hyrë, zona prej nga ka ardhur dhe a mund të jetë eventualisht e dyshimt apo jo. Nëse ekzistojnë elemente dyshuese se ajo mund të ketë indikacione të ndonjë mundësie për ta përhapur smundjen, atëherë ne ndërmarrim gjithmonë veprime kufizuese edhe për ngarkesën që ose ka qenë rrugës duke ardhur ose është fut dia apo sot, por aktualisht nuk e kemi asnjë masë kufizuese të vendosur sepse nuk e kemi asnjë ngarkesë nga zona e cila është e prekur e cila mund të jetë vektor për hapjes së smundjes. Po, u përmend sot edhe Franca si një vend ku është ndaluar importi, megjithatë a ka shqetësime edhe për hapje të vendeve të tjera evropiane të kësaj sëmundje? Ne jemi në mënyrë aktive duke përcjell, do thotë dje ka ndodhur njoftimi në Itali, sot ka ndodhur në Francë, ne nuk mund ta parashojmë se ku mund të jetë njoftimi i radhës. Urojmë dhe shpresojmë që smundjet të izolohen në këto zona brenda këtyre vendeve që të mos përhapen tutje sepse shkakton në radhë parë dëme ekonomike për fermerët dhe për vetë ekonomitë familjare tyre, po ashtu edhe për ekonomitë shtetërore. A kemi pasur ndonjëherë më herët, po them specifikisht me sëmundjen gungore në Kosovë dhe si ka ndiku pastaj në sektorin blegtorial? Ne sëmundjen gungore për herë të parë e kemi pas në vitin 2016 në Republikën e Kosovës dhe në atë kohë ne kemi ndërmarrë gjitha veprimet e mundshme dhe ato që janë shkencore për të parandaluar përhapjen, por kanë qenë disa krerë të kazhëve të infektuar dhe disa ngordhje dhe pastaj është izoluar si sëmundje dhe ne kemi të kaluar situatën dhe nga ajo kohë nuk kemi pas raste të tjera. Dhe tash jemi në mes të shumë vatrave të rrezikut dhe po bëjmë çmas që të parandalojmë që këto sëmundje të preken në Kosovë. Ta zonë smundja e cila është përhap në Hungari, nuk ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës, bëhet fjalë për aftën epizodike dhe ne me njerë në ditën e parë kur vetë Hungaria ka lajmëruar se smundje, ne kemi ndërmarrë veprimet masat kufizuese. Tani jemi në pritje, nuk e di sakt të thotë sot se si është rrjedha, po në momentin që Hungaria e shpallë se e ka të kaluar si situatë, atëherë sigurisht ndryshohen masat, to janë gjithmonë po thonë masa. Në rast se prekin nga situata të tilla, ka më pas metoda, mënyra me cilat kurohen apo si shkojnë gjërat më tej? Disa nga smundjet nuk kanë kur, janë vetëm duhet të veprohet me asgjësim të shpejt të firmave të infektuara që të mos përhapet, shpallen zonat karantine dhe në këtë formë izolohet zona e cila mund të jetë e infektuar. Në disa mund të ketë vaksinime caktuar, por ato duhet ndodhen gjithmonë në fazën kur përcaktohet nga shkenca veterinare. A janë lehtë të identifikueshme situatat të tilla? Po, smundjet. Shiko, disa smundje, për shembull, ta zonë si smundja gungore, më njerë japje shenja klinike që janë lehtë që shihen edhe me sy, por janë disa smundje tjera që nuk shihen, duhen gjithmonë me u kryu testet laboratorike dhe me u konfirmu. Sigurisht edhe në këto që shihen nevojiten konfirmime laboratorike, por janë veterinarët ata që e ngrisin dyshimin, e marrin mostrën dhe përmes analizës vërtetohet dyshimi i bazuar. Ta zëm të gjuha kaltër edhe emrin e ka të tillë, të gungorja e ka sepse fillojnë ato gungat nodulare në lëkurën e kafshëve. Janë disa smundje tjera që nuk japin shenja klinike, ta zonë brucelloza nuk jap shenja klinike të kafsha, por më vështirë të identifikueshme. Po, gjithmonë janë veterinarët ata që cilët kryejnë kontrolle, janë mjekët veterinar. A jemi të kujdesshëm përgjithësi? Shikon, njoftojmë me kohë apo kryesisht Shteti i Kosovës në rajon qendron e para dhe më së miri e azhurnuar qoftë me informata, qoftë me vendime, qoftë me njoftime. Dhe në secilin situatë ne më njëherë kemi bërë publike dhe sot secili fermer, secili qytetar e din rrjedhën se në cilat shtete dhe me cilat vende nuk është mirë që të ketë tregtim të produkteve apo tregtim të kafshëve të gjalla. Ta zëm, në rastin e shpërthimit të mortajes së ruminantëve në Shqipëri, përveç mosa kufizuese që i ka ndërmarrë Shqipëria edhe ne si shtet,
me njeri kemi vendos masat e ndalimit të importit, e po ashtu, ju kemi bo thirrje gjithë fermerëve, atyre të zonave të brezit kufitar, që t'i mbajnë vazhdimsi të mbikëqyrë tufat me dele apo dhi, që të mos kenë kontakte me kafshë në Shqipëri, për shkak se mund të kaloj smundja nga andej kufirit dhe të preken firma tona. Dhe gjithmonë bazë të vlerësimit të ekspertëve, të doktorëve veterinarë, merren masat dhe veprimet të ndërkohë, sa caktuara. sfiduese është, zot Rifaqi, reagimin në kohë dhe në mënyrën e duhur? Sigurisht, çdo shpërthim i smundjes ka sfidat e veta, na sforcon si autoritet, sepse do të jemi të angazhuar aktivisht, të punojmë edhe pa orare, për shkak se ne duhet ta monitorojmë situatën dhe të marrim njoftime, lajmërime përveç atyre të shtetit, të marrim njoftime edhe nga tereni, nëse ndonjë fermer ka ndonjë shqetësim apo ka ndonjë dyshim të caktuar për ndryshime të gjendjes shëndetësore të kafshëve në fermën e tij, dhe kjo sigurisht që po, edhe duke pa që kemi ashtu mungesë numrit mjaftueshëm të inspektorëve, sigurisht që na sforcon dhe është sfiduese. Çdo smundje paraqet sfidë për çdo autoritet në botë, njëjtë edhe për AUV-n dhe për Kosovën. Ne punojmë që të ruajmë ekonomitë familjare të fermerëve dhe të ruajmë ekonominë shtetërore, po flasim gjithmonë për smundjet që kanë karakter ekonomik dhe nuk kanë impakt në shëndetin publik. Ndërsa në ato që kanë impakt edhe në shëndetin publik, sigurisht që është dyfishohet përgjësia dhe ne duhet të qëndrojmë këto që po i përmendin, kanë impakt edhe tek, sepse me atë sa lexova, nuk është se përbëjnë rrezik më pas për njerëzit. Këto deri me tani nuk ka ndonjë gjetje shkencore e cilat mund të kalojnë nga kafshët tek njeriu, por shkenca veterinës dhe ligjet e përcaktojnë që një kafshë e cila ka ndonjë shenjë klinike të ndonjë smundje, ajo parimisht është përcaktuar që të mos therrët apo të mos tjetërsohet, mos merren produktet nga ajo, e po ashtu pastaj ka impakt në njëherë ekonomik, sepse fermerët nuk mund të marrin produktet që nxjerrin prej tyre dhe qoftë i plotësojnë në treg apo të përdorin për nevojat e tyre familjare. Kështu që ne duhet gjithmonë të vlerësojmë situatën dhe vendimet dhe veprimet të jenë gjithmonë të bazuara në ligj. Po, ndërkohë, cili kish me qenë ndoshta po them mesazhi për fermerët, ka hapësirë që ata të shqetësohen sot mbi këtë që ka ndodhur, apo situata është nën kontroll siç edhe përmendet? Sa i përket smundjes gungore të lëkurës, fermerët duhet ndihen të qetë, sepse si zona shpërthimit janë në distancë gjeografike janë të largët dhe ne ende konsiderojmë që nuk mund të ketë ndonjë rrezik direkt permanent, por veprimet tona janë kriter ligjor për të vendosur dhe ne i kemi ndërmarrë ato dhe fermerët janë të njoftuar me situatën që po ndodh në Evropë dhe paraprakisht ata mund ta dinë rreziqet që mund të vinë, sepse këto janë rreziqe të paparashikueshme, sepse në shumë raste mund të jenë vektorë tjerë të cilat mund ta përhapin dhe ne për këtë i kemi njoftuar gjithë fermerët dhe gjithë qytetarët që situata epizotike, epidemiologjike veterinare në rajon dhe në Evropë është kjo që është, këto masa aktualisht janë në fuqi dhe këto mund të ndryshojnë në çdo orë, mund të ndryshojnë çdo ditë, mund të vendosen të reja, mund të hiqen këto që janë, do thotë gjithmonë kjo bëhet në bazë të vlerësimit që bëhet nga ekspertët veterinar, po flas për doktorët veterinës, ekskluzivisht nga drejtoria e shëndetit dhe mëshenjes kafshëve që është në kuadër të agjencisë dhe varësisht nga vlerësimet e tyre, vlerësimet e rrezikut, gjithmonë këto masa ndryshohen. Ka kjo smundje jo, por rrezikun permanent aktualisht e kemi për gjuhën e kaltër që është afër këtu në Maqedoni dhe për sëmundjen murtajen e ruminantët vegjël dele dhe që e kemi në Shqipëri. To janë më të afërta dhe në këto pika të gjithë janë të angazhuar, po, të gjithë janë të angazhuar që ta parandalojmë që të hynë në Kosovë. Zotë Thaçi, ne të falenderojmë shumë për gjitha detajet cilat i ndave sot bashkë me shikuesit e Mesditës. Faleminderit për jush që na japni mundësi që të komunikojmë me konsumatorë dhe me fermerë në këtë rast. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë me këtë bisedë ne edhe